Apostulli i ditës. Ju lutem o vëllezër, lidhur me ardhin e Zotit ton Isu Krisht dhe me tubimin ton me të. Të mos lejoni që me njerë t'ju prishet mendja ose të trazoni, as për fryme, as për fjale, as për ndonjë letre gjoja të shkruar për nesh, thua se ja erdhi dita e Krishtit. Askusht mos ju gënjej kurse si, sepse ajo ditë nuk do të vi, pa ardhur pa rënja, dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, i biri i humbjes. Kundërshtari, ai që lartëson vetëm mbi çdo gjë që quhet perëndi ose objekt adhurimi, ai sa të shkojë të ri në tempullin e Perëndisë si perëndi, duke e paraqitur veten se është perëndi. A nuk ju bie ndërmend se kur isha akoma ndër ju a thoja këto gjëra? Tani e dini atë që ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vet. Misteri i paullësisë në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që ndalon tashti. Atëherë do të shfaqet ky i Paull, të cilën Zoti do ta shkatërrojë me ukatin e gojës së tij dhe do ta asgjësojë me të dukurit e ardhjes së tij. Ardhja e atij Paulli do të bëhet me anë të veprimit të Satanait, bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekullish të rreme, dhe nga çdo mashtrim, ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. E prandaj Perëndia do t'i dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtërës, që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, por përqafuan ligësinë. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtorit Thesalonikasve, letra e 2, kapitulli 2, vargu 1 deri në vargun 12. Dhe vargu parë thotë: ju lutem o vëllezër, lidhur me ardhin e Zotit ton Isu Krisht dhe me tubimin ton me të. Pra, apostulli tashmë është duke sqaruar selanikasit ose të krishterët në Selanik në lidhje me ardhin e Zotit Jezu Krisht, pra që do jetë dita ku të gjithë krishterët, ata që kanë fjetur do të ngjallen dhe ata që janë të gjallë do transformohen, do takohen me Zotin në ajër dhe ata do të jenë bashkë me të në përjetësi. Patjetër që apostulli Pavli kishte folur selanikasve për këtë ditë, por situata ku ndodheshin besimtarët e Selanikut ishte një situatë shumë e vështirë, një përndjekje e madhe që kishte filluar nga perandori romak famkeq Neroni, dhe të gjithë të krishterët ndoshta ishin të mendimit se tashmë erdhi ora e fundit, pra mbas përndjekjes do të vinte Zoti Isu Krisht. Dhe ky ishte një mendim që qarkullonte, por ndoshta kishte edhe një gjë të gabuar, sepse disa mund kishin spekuluar me këtë gjë, duke thënë se apostulli Pavli ka thënë që është koha e fundit, koha e mundimit të madh dhe dita e ardhjes së Zotit. Prandaj dhe ai përpiqet të sqarojë të krishterët e Selanikut, por gjithë krishterët në çdo kohë. Dhe këtë na thot vargu 2. Në vargun 2 na thuhet të mos lejoni që me njerë t'ju prishet mendja ose të trazoni as për fryme, as për fjale, as për ndonjë letre gjoje të shkruar për nesh, thua se erdhi dita e Krishtit. Apostulli tërheq vëmendjen të krishterëve në Selanik që mos t'ju turbullohet mendja, pra duke marrë informacion të gabuar për ardhjen e Zotit, as për ndonjë fryme. Këtu bëhet fjalë për ëndra e vegime që vijnë nga frymrat gënjeshtare, siç na thot në një vend tjetër apostulli, djalli merr pamjen e angjëllit dritës, të pasur kujdes, as për ndonjë fjale, thashë themeve, ndoshta në atë kohë kishte njerëz të cilët spekulonin me fjalët e apostullit, duke thënë që unë kam dëgjuar apostullin që ka thënë që erdhi mundimi i madh dhe dita e Zotit, as për ndonjë letre gjoja të shkruar për nesh, po ashtu bëshin spekulime edhe me letra, dikush për dhënë mendimin e tij ose për mashtruar të tjerët, ai shkruante dhe poshtë letrës vendoste emrin e një apostulli. Thua se ja erdhi dita e Krishtit. Duhet pasur kujdes, dhe kisha ka qenë gjithmonë e vëmendshme, sidomos me këto shkrime, dhe mbas përndjekjes kisha u mbledh në sinod në Kartagjenës dhe vendosi se kanonike ose shkrime për t'u lexuar janë vetëm ato që ndodhen sot në Dhjatën e Re. Pjesë të tjera të shkrimeve kisha i përjashtoj duke quajtur apokrif. Pra, atë këshill që thot apostulli Pavli selanikasve ose të krishterëve në Selanik, e thot të gjithë krishterëve në çdo kohë, aq më shumë dhe në kohën e sotme ku njerëzit po flasin për ardhjen e Zotit, për ditën e Zotit dhe po spekullohet shumë për këtë, sidomos edhe nga grupe heretike, siç janë dhe Jehovait,
të cilët në ato shkrimet e tyre në revistat e tyre Kulla e Rosë diçka tjetër, ata përcaktojnë ose kanë përcaktuar ardhjen e ditës së Zotit dhe thonë që erdhi në këtë vit, erdhi në mënyrë të padukshme e tjera, madje shumë grupe heretikësh kanë bërë dhe veprime të gabuara qesharake, kanë dalur për të pritur ardhjen e Zotit e diçka tjetër, dhe kjo është një lojë e djallit, sepse djalli kërkon që t'i lodhi njerëzit me këtë gjë, që kjo të bëhet një gjë qesharake dhe mos marrë seriozitetin e dur, ashtu siç e trajton Apostull Pavli në këtë letër. Tregon një anekdotë se dikush tallej me fshatarët, ishte një bari që thoshte ujku, dhe fshatarët ngreshin për të mbrojtur delet e tyre, por gjithmonë e shikon atë duke u tallur. Por kur erdhi ujku me të vërtet, dhe kur ky bari dha kushtrimin ujku, atëre fshatarët thanë, po ky po tallet. Dhe kështu ujku i hëngri delet. E njëjta gjë ndodh, ajo që thash më parë, që djalli duke dhënë këto informacione të gabuara, i vënë në gjumë njerëzit, dhe njerëzit nuk mendojnë realisht për ditën e Zotit, që është një ditë që do të vi me të vërtet dhe duhet bërë gati. Vetë Zoti tha, rini zgjuar dhe jini gati se nuk e dini kur vjen Zoti i shtëpisë. Pra, e kemi trajtuar këtë çështje, por themi edhe një herë që dita e Zotit nuk është vetëm dita e fundit e botës, por është dhe dita e fundit e jetës sonë. Por le të flasim më konkretisht edhe për atë çfarë ka thënë apostulli, dhe në vargun 3 na thuhet, askush mos ju gënjej kursesi, sepse ajo ditë nuk do të vi pa ardhur pa rënja dhe pa u shfaqur njeriu i mëkatit, biri i humbjes. Apostulli Pavli tashmë është duke i sqaruar të krishterët në Selanik dhe gjithë krishterët, siç e thash në çdo kohë, se ajo ditë do të vi, por ajo ditë që të vi ka patjetër disa ngjarje paraprake që do të na i lajmërojnë. Dhe e para është rënja nga besimi ose apostazia, ku njerëzit do të largohen nga besimi i vërtet ose nga besimi në Perëndin, dhe kjo do jetë një shenjë që vërtet po përgatiten kushtet për të shfaqur biri i humbjes. Biri i humbjes është Antikrishti, pra ai njeri i cili do të përzgjidhet nga djalli dhe do jetë lideri shpirtëror, mu themi politik, fetar, i të gjithë atyre të cilët janë larguar nga besimi i vërtet, pra pranojnë besimin e rrem, eretike, këto fet okulte, ose dhe nga një frymë ateiste. Dhe në vargun 4 na thot, kundërshtari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë që do të quhet perëndi ose objekt adhurimi, asa do shkojë të rinë në tempullin e Perëndisë si perëndi, duke u paraqitur veten se është perëndi. Pra, për birin e humbjes dhe për kundërshtarin ka folur Zoti Jezu Krisht, ka folur Apostull Pavli, ka folur Apokalipsi ose zbulesa. Pra, është një person i njohur dhe që pritet të shfaqet. Por ai do shfaqet, si thash, kur të ndodhin disa ngjarje paraprake, dhe një ndër to do të jetë edhe rindërtimi i tempullit të Solomonit, sepse këtu na thotë që ai do hyjë në tempull. Sot tempulli i Solomonit është i prishur, u prish në vitet 70 mbas Krishtit, dhe duhet të rindërtohet tempulli i Solomonit që të shfaqet Antikrishti, i cili do ty pra në atë tempull dhe ta bëj veten se është perëndi. Siç thotë, duke paraqitur veten se është perëndi. Ky do të jetë mashtrimi që do të psojnë izraelitët, sepse dim që ata jo të gjithë e besuan Zotin Jezu Krisht, madje e mohuan jo vetëm në kohën kur ai u kryqëzua, por vazhdojnë dhe sot e kësaj dite ta mohojnë. Dhe Zoti u tha që mua nuk më besoni, por kur të vi një tjetër në emrin tim, atë do ta besoni. Pra do jetë ajo koha kur Antikrisht do shfaqet tek izraelitët dhe do ulet si perëndi në tempullin e Solomonit që do jetë i rindërtuar. Dhe vazhdojmë në vargun 5 ku na thuhet, a nuk ju bie ndërmend kur isha akoma ndër ju a thash këto gjëra? Pra, apostulli patjetër që kishte folur me të krishterët e Selanikut dhe i kishte sqaruar pyetjeve të tyre, por gjithmonë është rreziku që të vinë edhe të tjera mësime, të tjera influence që vinë, si thash, nga frymra gënjeshtare, vinë nga thashethemet ose vinë nga një literaturë e gabuar, jo vetëm në atë kohë, por në çdo kohë. Prandaj apostulli tërheq vëmendjen, por gjithmonë kisha tërheq vëmendjen kujdes nga
mashtrimi i djallit, kujdes nga fjalët, tashethemet ose nga besimet dhe literatura heretike. Pra nuk duhet bjem pre që shpesh ndodh dhe për shkak dhe të kureshtjes. Dhe në vargun 6 na thot, tani e dini atë që ndalon atë që të shfaqet vetëm në kohën e vet. Pra, Apostulli Pavli i kishte trajtuar këtë çështje dhe përsëri i trajton dhe për të qenë të dokumentuar për gjithë krishterët në çdo kohë. Dhe ai thot, ta dini atë çfarë atë e ndalon. Atë çfarë ndalon në antikrist të shfaqet, patjetër që ka pasur mendime të ndryshme, por ajo çfarë është më saktë është Shpirti i Shenjtë. Shpirti i Shenjtë i cili erdhi në ditën e Pentekostis përmbi apostujt dhe qëndroi me ata dhe me kishën apostolike deri në fund. Por do jetë një kohë kur Shpirti i Shenjtë do të largohet, ose më mirë të themi njerëzit që mbajnë Shpirtin e Shenjtë do të largohen, sepse do të shtohet paullësia dhe njerëzit do të largohen nga Zoti dhe të krishterët do kenë një përndjekje të madhe. Pra ata nuk do të jenë kaq të lirshëm siç janë sot. Pra që do kenë kishat e tyre të kryen mistere për të thënë të vërtetën. Njerëzit do t'i përndjekin të krishterët dhe kishën e Krishtit dhe në atë kohë do jetë një kishë e rreme që do t'i shërbej antikrishtit. Kështu që Shpirti i Shenjtë do të largohet dhe njerëzit nuk do kenë mundësi më ta dëgjojnë të vërtetën ose të marrin misteret e kishës. Dhe kjo do jetë koha që antikrishti do shtri pushtetin pothuajse në të gjithë botën. Prandaj është Shpirti i Shenjtë ai që e ndalon. Dhe Shpirti i Shenjtë qëndron tek besimtarët dhe ashtu siç thuhet, kur të ikin shenjtorët nga bota, atëherë do të vi antikrishti. Dhe në vargun 8 na thuhet, atëherë do shfaqet ky paull, të cilën Zoti do ta shkatrojë me ukatjen e gojës së tij dhe do ta azgjësojë me dukurinë e ardhjes së tij. Zoti do ta shkatrojë me ukatjen e gojës së tij dhe këtë e ka trajtuar edhe profeti Isaia, por do t'i gjykojë të varfër me drejtësi dhe do marrë vendime të drejta për njerëzit e përulur të vendit. Do ta godas vendin me shufrën e gojës së tij dhe me frymën e buzëve të tij do ta bëjë të vdes të pabesin. Të njëjtën gjë na thot edhe libri i fundit i Biblës, pra Zbulesa, në kapitullin 19, dhe nga goja e tij, pra nga goja e Krishtit, dilte një shpatë mpret për të goditur me të kombet, dhe ai do të qeverisë me skeptër prej hekuri, dhe ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë dhe zemërimit Perëndis së plot fuqishëm. Pra, është Zoti Jezu Krisht që do ta mundi antikrishtin, pra njeriun e paullësisë dhe kundërshtarin, sepse ai, siç do shikojmë në vargje më poshtë, do jetë i mbushur me fuqinë e Satanait dhe përpara njerëzve do të jetë i fuqishëm. Dhe në vargun 9 na thuhet, ardha e atit Paulli do të bëhet me anë të veprimit Satanait bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekullish të rreme. Pra, është ajo që thamë përpara që ardha e këtij Paulli do të bëhet me anë të veprimit Satanait. Satanai do lirohet nga burgu ku ka qenë i mbyllur për kaq shekuj dhe siç na thuhet dhe djalli do lirohet nga burgu dhe mirë ata që janë me këtë botë. Dhe detyra e parë që do bëj djalli kur lirohet nga burgu, ai do zgjidhë një njeri dhe do hyjë tek ai njeri dhe nëpërmjet atij njeriu do mashtrojë njerëzit. Prandaj dhe ky njeri do të jetë i mbushur me gjithë fuqinë e Satanait dhe demonëve, sa do bëjë çuditëra dhe mrekullish të rreme. Këtu na del një mësim, se jo të gjitha mrekullitë që bëhen janë patjetër mrekulli nga Zoti. Edhe djalli në thonjza ka fuqi të bëjë mrekulli, që nuk janë mrekulli, po janë hipnoza, mashtrime. Këtë e shikojmë rëndom dhe sot ka njerëz të cilët shfaqen dhe publikisht duke bërë këto veprime që quhen veprime magjike dhe njerëzit shkojnë, argëtohen, kënaqen dhe çuditen dhe vënë një besueshmëri tek këta njerëz duke i quajtur si mbi njerëzor, por të gjitha këto nuk janë mrekulli, janë hipnoza, është një hipnozë e përgjithshme që ju bëhet, që njerëzve ju duket sikur ndodhin, por nuk janë realisht. Këto janë gjëra të njohura dhe fatkeqësisht hipnoza, që është një gjë e ndaluar nga kisha, por që sot po bëhet edhe pjesë e mjekësisë, pra ka mjek që mësojnë hipnozën dhe me anë të hipnozës ata bëjnë operacione ose që janë dentistët, pra për të hequr dhëmballën ose për të mbushur një dhëmball. Të gjitha këto janë praktika okulte të cilat i kanë bërë magjistarët në shekuj dhe sot po bëhen si pjesë marrëdhënieve normal njerëzore, të shëndetit njerëzor ose trendi i kohës. Prandaj duhet pasur kujdes. Dhe në vargun 10 na thot,
dhe nga çdo mashtrim, ligësi për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. Pra, Antikrishti do të përdorë në mënyrë të paskrupull çdo formë ligësie, mashtrimi, hipnoze për të humbur njerëzit. Po kë njerëz do humbasi? Do humbasi ata njerëz të cilët nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë shpëtuar. Vargu 11 thotë: "E prandaj Perëndia do të dërgojë atyre një gënjim që do të bëjë të gabojnë që t'i besojnë gënjeshtës." Pra, pavarësisht se djallit, demonët, shërbëtorët e tyre, mashtrues të mashtruar dhe vetë Antikrishti, që do të jetë kulmi i të gjithë shërbëtorëve të djallit, do lejohen të veprojnë në këtë botë, kjo bëhet me lejen e Perëndisë. Dhe Perëndia respekton lirinë e njerëzit. Kjo botë u krijuar për njerëzit, dhe nëse njerëzit nuk e duan Perëndinë, e mohojnë dhe duan djallin, dakor, Perëndia lejon djallin të veprojë dhe kjo është në dëm të njerëzit. Dhe drita e refuzuar është një dritë e mohuar. Pra, Zoti tha, unë jam drita e botës, që ndriçoj çdo njeri që vjen në këtë botë. Por erdhi drita thot në botë dhe njerëzit donin më shumë errësirën sepse në errësirë bënin veprat e tyre mëkatare. Prandaj do të lejohet dhe kjo frymë gënjeshtare, një hipnozë globale që t'i mashtroj njerëzit. Dhe Perëndia i shfaqet njeriu ashtu siç edhe njeriu kërkon ta njohë Perëndinë. Nëse ai kërkon ta njohë me hipokrizi, dhe Perëndia po ashtu i shfaqet njeriu. Dhe këtë na thot edhe profeti Ezekiel: "Nëse një njeri ngren një illull në zemrën e tij, Perëndia do t'i përgjigjet atij sipas atij illulli." Pra, duhet të pasur kujdes nga fryma e hipokrizisë, që fatkeqësisht mashtron shumë njerëz, dhe disa njerëz të cilët kanë marrë vendime të gabuara, kanë bërë veprime të gabuara, mashtrohen nga djalli dhe mendojnë se janë në rregull, dhe këta nuk mund të shpëtojnë sepse këta nuk kërkojnë korrigjimin e tyre. Dhe në vargu 12 na thuhet që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan të së vërtetës, por përqafuan ligësinë. Këtu thuhet se të gjithë ata që nuk i besuan të vërtetës, dhe kjo e vërteta ungjillore, e vërteta që jep kisha, por ata përqafuan ligësinë. Pra, e donin ligësinë, e përqafuan ligësinë, e bën atë pjesë të tyre. Dhe patjetër që ata do kërkojnë atë dhe do marrin. Vetë Zoti tha, sepse unë po ju them se asnjë nga njerëzit që ishin të ftuar nuk do të shijojnë darkën time. Pra, Zoti bën ftesë të gjithë njerëzve, por jo të gjithë njerëzit pranojnë ftesën e Perëndisë. Dhe ata që do ta refuzojnë këtë ftesë, patjetër që do të mohohet bashkimi i tyre me Perëndinë dhe ata do të përqafojnë ligësinë. Dhe të përqafosh ligësinë do thotë të përqafosh djallin. Dhe të përqafosh djallin do thotë të përfundosh bashkë me të në ferr. Të nderuar dhe të dashur me Krishtin, kjo është një temë, siç e thash edhe në fillim, është trajtuar gjatë gjithë kohëve, gjatë shekujve dhe sidomos në kohën e sotme. Gjithmonë të krishterët janë interesuar për këtë ditë, kanë pritur këtë ditë, janë në mashtruar dhe disa, siç mashtrohen në kohën e sotme, por duhet bëjmë kujdes. Çdo ekstrem i trajtimit të kësaj çështje është i gabuar. Si ai ekstrem që duke marrë vetëm me këtë çështje është e gabuar, por edhe ekstremi tjetër duke në vlerësuar ose e përjashtuar këtë çështje sikur s'ka për ndodhur asnjëherë është gabim. Kjo ditë do të ndodhi sepse këtë ka thënë Zoti, këtë ka thënë apostujve. Dhe vetë neve të krishterët kur themi simbolin e besimit, pra çfarë? Presim ardhjen e Zotit. Dhe para se të vi Zoti, thot apostulli Pavli, do vi apostazia, humbja e besimit, mohimi i besimit dhe biri humbjes, pra Antikrishti. Nuk flet këtu për një ideologji, po flet për një person. Dhe ky person patjetër do vi kur të krijohen kushtet. Dhe për ata që kanë sy dhe vesh, koha është në favor të Antikrishtit, domethënë koha e keqe, dhe punët e njerëzve që po bëjnë janë në favor të Antikrishtit. Dhe kisha që është shtylla e vërtetës, duke qenë e vëmendshme për të gjithë këto çfarë po ndodhin, ka thënë që kemi hyrë në kohën apokaliptike, por asnjëherë nuk duhet spekuluar duke përcaktuar datë dhe vit. Këto janë gjithçka në vullnetin e Perëndisë, në dijen e Perëndisë, por duhet të jemi gati. Dhe Zoti thotë, kur të shikoni të gjitha këto gjëra se po bëhen, atëherë jeni gati dhe ngrini syt lart se shpëtimi juaj është afër. Për neve, fundi i kohës
me të gjitha ato çfarë ai do të sjellë dhe me vetë Antikrishtin nuk është zhgënjim ose dëshpërim, por është shpresa se Zoti po vjen dhe duke ardhur Zoti, ai do bëjë të mundur bashkimin e tij me të gjithë krishterët të gjallë ose të fjetur dhe do të krijojë qiellin e ri dhe tokën e re ku Zoti do jetë i gjithi në të gjitha bashkë me shenjtorët dhe të gjithë besnikët e tij. Dëgjuat komentin e letrës së apostullit Pavlit drejtuar